Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, ku si çdo ditë tjetër do të jemi në vijim për rreth 3 orë transmetim të drejtë për drejtë së bashku në studio, ku do të diskutojmë mbi temat më të fundit në fakt të zhvillimet si nga vendi, por gjithashtu edhe ato ndërkombëtare. Pikërisht do ta nisim pjesën e parë të MCN Informacion sot dhe do të flasim për situatën në Iran, ku në fakt prej muajit dhjetor vendi është përfshirë nga protesta masive që fillimisht nisën kundër situatës ekonomike në vend, rritjes së inflacionit, çmimit të ushqimeve, por më pas edhe këtë ditë janarit protestuesit po kërkojnë rrëzimin e leadershipit Ali Khamenei, duke akuzuar atë për vrasje masive të protestuesve dhe shkelje të drejtave të njeriut. Por cili është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në gjithë këtë situata, do të përshkallëzohet kjo krizë e Iranit dhe mund të sjellë ndoshta një konflikt më gjerë, dhe për diskutuar në lidhje me këtë, me mua në studio është bashkuar generali Det Prenga. Zoti Prenga, ju përshëndes, faleminderit që me mua. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu kam edhe Evarist Beqiri, avokat, njohet shumë i mirë i çështjeve ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Mirë, para se ta nis në fakt zoti Prenga me çështjen edhe me situatën e Iranit, dua të flasim pak edhe për një vendim të ditës së djeshme të administratës Trump përse përket të ndryshimit të politikave për emigracionin dhe pezullimin e lejës së qëndrimit për 75 shtete. Brenda kësaj liste edhe Shqipëria. Pse? Unë mendoj se ky vendim nuk ka rastësisht, por pas një analize të hollësishme të bërë nga administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe duke parë që një pjesë e mirë e këtyre që emigrojnë dhe futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pretendojnë aso masak nuk preferojnë të punësohen, por preferojnë të jetojnë me pjesën e mbështetjes financiare që u jap në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shfrytzuar avantazhet që u jep ligji pasi ata të futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrë në konsiderat kjo, kam bindjen që ata kanë dalë në përfundimin dhe kanë propozuar presidentit për të firmosur një vendimmarrje të tillë, pasi mbi 40% e atyre që futen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës jetojnë në këtë format. Dhe në këtë kontekst është futur edhe Shqipëria. Kjo është një masë, mendoj unë, provizore dhe nuk prek të gjithë, sepse interpretimi mund të ketë një kakofoni mendimesh, interpretimi mund të jetë i ndryshme, nuk do të hyjë në pjesën e aspektit juridik e ligjor, pasi kemi të avokate mund ta bëjmë më mirë se sa unë, por jam i bindur, por do të thosha që kjo prek vetëm ata të cilët, se çdo njeri ka të drejtë, dhe ambasada, njoftimin ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës sot e ishte më se e qartë që për problemet e studimeve, për problemet e turizmit, për problemet e biznesit dhe problemet të tjera, dhe ata që janë në vazhdimsi nuk do të ketë ndërprerje të procedurave për vazhdimin e pajisjes me vizë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por kjo bëhet dhe raporti mendoj ky është një ndër ato që e ka shtyr presidentin Trump dhe administratën e tij të dalë në një vendim të tillë, sepse nga gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor Serbia është e përjashtuar. Për çfarë arsye? Sepse nga ata shtetas që kanë vajtur atje janë më pak se sa 40% shi ku përfitojnë, do thosha unë, pa drejtësisht siç e interpreton presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, që të përfitojnë nga taksa paguesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe ata, përveç devijimeve tjera që këto evazionet fiskale janë tashmë të njohura, dhe çdo vend pa çka se sa rregullsi ka dhe sa i ashpër është në zbatimin e ligjeve që kanë prodhuar vetë, detyrimisht që do ketë shmangje gjatë gjithë kohës. Kjo mendoj unë që ka qenë edhe do të mbetet arsyeja e këtij vendimi të përkohshëm të ndërprerjes për 75 vende të vizës të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe drejta për të bashkuar dhe atyre familjeve që jetojnë me këtë format. E qartë. Avokat, përveç kësaj arsye mund të gjejmë ndoshta një ndryshim të qasjes së Shteteve të Bashkuara ndaj Shqipërisë me këtë vendim, pra Serbia është jashtë kësaj liste, ne jemi në këtë listë bashkë me Rusinë, ndërkohë që ka bërë mjaftueshëm vendi ynë për Amerikën si një aleat shumë i ngushtë i tyre, pra kemi pranuar opozitën iraniane, emigrantët afgan, por sfundmi kemi parë që asnjë zyrtar i lartë i Shqipërisë nuk ka vizituar Shtetet e Bashkuara. Pra kemi një ndryshim të qasjes të tyre ndaj nesh, apo është vërtet kjo analiza e emigrantëve? Ka dinamika që ndryshojnë edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, nuk janë të ngurta gjërat. Lëvizin, ndryshojnë gjërat dhe ne duhet jemi të përgatitur si shtet për çfarë do lloj situate, dhe duhet të bëjmë maksimumin për të qenë aty ku duhet, në lartësinë e duhur dhe në këto kohë të trazuara të vështira. Tani thënë kjo, nga ana tjetër pastaj unë nuk besoj se ky është një vendim që lidhet thjesht dhe vetëm
me raportin ndërshtetror ose marrëdhëniet ndër vite që ka Shqipëria me Shtetet e Bashkuara. Ka të bëjë më tepër, mendoj, me politikat e brendshme, problemet e brendshme të Shtetet e Bashkuara. Ne kemi sot protesta që zhvillohen pas vrasjeve që kanë bërë këta agentët e ICE-it pra të protestuesve ose të atyre që kundërshtojnë masat e rrepta që ata po marrin ndaj emigrantëve. Është dhe vetë Amerika në një situatë, si me thënë, ka një përplasje, ka një ndasi të jashtëzakonshme në këto momente brenda shoqërisë amerikane. Ju nuk mendoj se shqiptarët janë ata që, si me thënë, që kanë abuzuar më shumë me sistemin apo kontributeve, sigurimeve shoqërore apo që marrin ndihmë nga Shteti Amerikan. Shqiptarët janë kontribues, kudo që janë në përbot, janë kontribues të jashtëzakonshëm të ekonomive, të zhvillimit, doni në kulturë, doni në art, doni kudo. Pra, shqiptari përshtatet dhe bën atë që duhet të bëj në çdo shoqëri, jep shembullin e mirë, integrohet shumë mirë, jemi një komunitet që i kemi dhënë këto prova, ndër shekuj, jo tani. Por nga ana tjetër, patjetër që këto vendime kanë komponentë ndryshëm, kanë aspekte të ndryshme. Dhe Trump sot brenda vendit nuk i ka dhe aq mirë gjërat. Jemi të realistë edhe këtu. Nuk është se gëzon, si me thënë, një mbështetje të jashtëzakonshme në të gjitha shtresat ose të gjitha krahat. Ka dhe atje probleme, pra politika amerikane, demokratët pra me republikanë. A është një sinjal për qeverinë Rama? Mund të Futja e Shqipërisë në këtë listë? Shiko, ne duhet të marrim, në qoftë se raportet ndërshtetërore ndërtohen në bazë të fakteve, dokumentave, shifrave, të dhënave, në qoftë se shqiptarët rezultojnë që janë përfitues të skemave, por nga ana tjetër për arsye dhe të arsyeve të tjera, sepse nuk është se janë njerëz që rinë në Shtetet e Bashkuara dhe vetëm përfitojnë, por janë dhe njerëz që kontribuojnë në sistemin ekonomik amerikan dhe mund të ketë edhe probleme të dokumentacionit, pra është e vështirë ndoshta ndonjëherë të bëjnë dokumenta punojnë në zezë, nuk e di ta them saktësisht, duhet analizuar mirë situata dhe që të dalim konkluzione. Pastaj sa i takon, a ka të bëj kjo unë nuk besoj se ka të bëj tani, domethënë të penalizohemi ne, shtetet si shqiptar, për raportet që ata kanë me qeveritë që janë kalimtare, mendoj unë. Ka mënyra të tjera për të zgjidhur këtë çështje. Nuk besoj se është vetëm kjo zgjidhja. Pra aq më tepër që nuk është interpretuar kështu nga vetë Departamenti i Shtetit, për më tepër. Nuk e kam dëgjuar të artikulohet në këtë formë. Kështu që nuk na vlen që ta abuzojmë me këtë gjë. Ne kam dëgjuar që artikulohet nga opozita, por ku jam në bazë? Departamenti i Shtetit nuk ka thënë këtë, Ambasada Amerikane nuk ka thënë këtë. Pra nëse Shtetet e Bashkuara dhe Ambasada Amerikane në Tiranë thotë shprehmisht që jo ka lidhje me X veprim të qeverisë shqiptare apo të shtetit shqiptar, atëherë po. Por që ta abuzojmë dhe ta ludojmë nuk na vlen fare në debatin e brendshëm politik. Interpretimi që ka dhënë Departamenti Amerikan i Shtetit është për gjitha vendet njësoj, pra është abuzimi që kanë bërë. Serbia pse u la jashtë kësaj? Po Serbia ndoshta po nuk mendoj se abuzojnë më pak se Ballkanas janë dhe ata. Po varet nga shifrat që kanë, nuk e di ta them. Ai është një vendim i argumentuar i administratës kanë përshtypjen. Dhe ata kanë përballë shifrat, kanë përballë disa fakte dhe kanë vendosur që përkohësisht ti shqyrtojnë një herë dhe pastaj do jetë e përkohshme gjëja, kanë përshtypjen. Dhe unë uroj që sa më shpejt të ketë një zgjidhje për shtetet shqiptarë, sepse ka njerëz që kanë të afërmit andej, kanë familje që duhen të bashkohen, pra shqiptarët nuk besoj se janë, domethënë atë komunitet që është problematik në Shtetet e Bashkuara, siç ka shumë komunitete të tjera problematike. Nuk janë shqiptarët, mendoj unë, në këtë, jo vetëm në Amerikë, por as në asnjë vend tjetër. E qartë. Shkurt vetëm nëse më lejohet. Aty është faktet janë të pamohueshme dhe mbi bazën e fakteve të paraqitur nga administrata presidentit në tavolinë ka bërë dhe ka sjell në këtë përfundim për të dalë një vendim të përkohshëm të tillë. Por jam i bindur siç nuk mund të akuzohet e të abuzohet që është faj dhe do të ngjelet qeverisë shqiptare, unë do thosha që edhe të kënaqur nuk do të jemi se unë do doja të mos ishim në atë listë realisht. Pra siç ishte pra në të dyja palët, por nuk duhet të keq përdorur, sepse nuk është as në dorën e qeverisë shqiptare e as nuk shpreh mungesën e angazhimit të qeverisë shqiptare për këtë rast. Është thjesht dhe vetëm një masë provizore, një vendim provizor mbi bazën e statistikave dhe përqindjeve të larta. Serbinë ka përjashtuar vetëm përqindja që nuk është në nivelin e këtyre 5 vendeve të tjera që janë futur në listën e 75-s. E qartë. Mirë, e lëm pas edhe këtë çështje se do të përqendrohemi tek situata në Iran. Prej muajit dhjetor pra vendi është përfshirë në protesta fillimisht për shkak të situatës ekonomike e rritjes së çmimeve, më tej edhe kundër regjimit Ali Khameneit. Në fakt, është kjo një revolt që vjen vërtet nga situata ekonomike e vendit, apo është edhe nga shtypja, recensioni që ka ushtruar për gjithë këto vite Ali Khamenei dhe pushtetit i tij? Unë mendoj që
protestat në ditën e 18, besoj janë futur sot nga data 28, përgjakshme do thosha, dhe bilanci duke marrë në konsiderat sepse edhe informacionet nga mungojnë, nuk janë ashtë reale, faktet nuk i din askush për arsye të prerjes rrjeteve sociale, të ushtrimit me dorë të hekur të pushtetit teokratik të Iranit. Kjo bën që të besojmë disi informacionet që vinë nga nej, por dhe informacionet që shpërndajnë organizatat e ndryshme ndërkombëtare të drejtat e njeriut, dhe aty bëhet fjalë për një bilanc lufte, do thosha. Një lufte pa barabartë, sepse në njërin krah qëndron makineria e ashpër e shtetit dhe në krahun tjetër qëndrojnë protestuesit, të cilët dalin dhe kanë dalë në protestën e tyre të 6 të paktën deri tani, por është më e madhja e realizuar që nga viti 79 në kohën e të cilën Ajatullahët përmbysën shahun dhe erdhen në pushtet në Iran. Baza e saj mendoj se është aspekti ekonomik. Pasi rënjës e nivelit në mënyrë drastike të jetesës së qytetarëve iranianë, por mbi të gjitha zhvleftësimit të monedhës vendase. Ajo ishte zanafilla, ose mi thënë, ajo pika ujë që derdhi gotën për të ngritur në protesta. A janë shfrytzuar nga shërbimet e huaja fshehta të tjera cilat veprojnë në Iran? Është krejt normale që të shfrytëzohen dhe të përdoren në këtë rast, por arsyeja kryesore, madhore për të protestuar e qytetarëve, që bëhet fjalë që mund të ketë kapur rreth 192 qytete që janë në protest, është aspekti ekonomik. Ajo është pjesa e nervit që prek çdo qytetar kudo që të jetë. Nëse përkeqësohet situata e tij ekonomike dhe vihet përballë vështirësive personale e familjare në bilancin që bën në fund të muajit, atëherë nuk gjen rrugdalje tjetër veç se të protestoj me mënyra dhe format të cilat sa shteti të lënë hapësirë dhe në mënyrë demokratike do thosha, por nga njëherë kur shteti është i dhunshëm me strukturat e tij dhe jo pa qëllim Khamenei ja ka besuar reagimin gardës revolucionare dhe jo forcave të armatosura apo forcës së zbatimit të ligjit, sepse brenda forcave të armatosura në përgjithësi ai ka 3 element nga cilët është dhe garda revolucionare. Por ajo, në mënyrën se si shtrihet në civila, në ushtarak dhe në çdo qeliz, ai bën të mundur që të përçajë protestuesit dhe të marrë masat e nevojshme për ta ruajtur pushtetin e tij. Gjithsesi, në një analizë të fakteve dhe asaj çfarë tek ne arrin, them që duket situata nga më të vështirat dhe momenti është që ky pushtet tashmë i konsumuar totalisht të pësoj fatin e pararësit të tij për t'i lënë vendi ndoshta zhvillimeve më demokratike. Nuk mund të themi sepse ka akoma kohë dhe do të ketë edhe ndikimet e jashtme, kryesisht të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe do të diskutojmë patjetër edhe në vim bisedës. Avokat, është një situatë që lidhet vërtet pra me gjendjen ekonomike, me pushtetin dhunues, të themi kështu të Ali Khameneit, për shumë vite me radhë, apo nga ana tjetër sa kanë ndikuar edhe sanksionet e OKB-s ndaj Iranit, pra e gjitha kjo revolt si lindi dhe për çfarë po patjetër që ekonomia ose financa është ajo që bën të mundur shpërthimin e situatës. Pra nëse do ta gjunjëzosh një shtet, një regjim, goditet e financat. Dhe me sa shikojmë ne në këtë rast, unë gjykoj që Shtetet e Bashkuara me një strategji që vazhdon prej vitesh e kanë gjunjëzuar tashmë me sanksione, po dhe me mënyra të tjera të aplikimit të presionit maksimal ndaj shtetit iranian, ndaj burimeve të tij, siç është të ardhurave, siç është nafta. Mos ta harrojmë që Irani ka rezervën të tretë më të madhe në botë. Pra shteti që ka më shumë rezerva, pra është në treshen e shteteve që mbajnë në pasurinë natyrore, shejmë pra në tokat e tyre, në mjedisin e shtetit iranian, shihet një pasuri që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe për nga ana tjetër ka dhe një nga linjat më të rëndësishme të transportit, të komunikimit në botë. Kështu që janë dhe arsye gjeopolitike, por nga ana tjetër presioni maksimal ka bërë të mundur, i Shtetet Bashkuara ka bërë të mundur që financat e shtetit jenë në kolaps total. Pra bankat falimentojnë.
inflacioni, si që thamë, është në nivele maksimale. Rritja e çmimeve është në nivele maksimale, pra popullata po vuajnë ata që janë me të ardhura më të larta, po vuajnë ata që janë me të ardhura të mesme, dhe ikosisht dhe ata me të ardhura të ulta. Pra gjithë populli iranian sot është duke vuajtur, pavarësisht shtrezëzimeve. Përveç atyre, ndoshta që janë të lidhur me regjimin, ose punojësit e gardës revolucionare, që është me shifra shumë të fryra, dhe aparati represiv, aparati shtypës, që është duke i shërbyer regjimit edhe në këto ditë të vështira. Vihet edhe diçka tjetër, pra nga burime tashmë shumë serioze, se po flasim për sekretarin amerikan të Thesarit, i cili thotë që në të dhënat e tyre rezulton që Irani dhe leadershipi i tij po transferon fonde miliona dollar jashtë vendit. Pra është një tregues që po braktiset anija, pra minjt kur ndjen të parët atë tronditjen e tërmetit, dhe kanë marrë masat, kanë filluar të marrin masat, po largojnë fondet, po largojnë pasuritë jashtë vendit, që të kenë mundësi të jetojnë diku, t'i shijojnë pra ato lekë që i kanë grabitur popullit iranian. Unë uroj që të ketë një zgjidhje sa më të shpejt në radhë të parë, sepse flitej që mund të kishte një ndërhyrje të amerikanëve, por për momentin është stopuar, pra është ndaluar, nuk ka ndërhyrje, sepse iranianët janë tërhequr, pra regjimi është tërhequr dhe thotë kemi hequr dorë nga ekzekutimet, megjithëse flitet për 2400 vrarë deri tani. Dhe problemi tjetër është që, siç e koncepton presidenti amerikan, me çka ka kuptuar unë, që nëse do ketë ndërhyrje ushtarake, duhet që ndërhyrja të garantojë automatikisht rënien e regjimit. Me sa duket deri në këto momente ata janë akoma duke menduar për mënyrën më të mirë të mundshme të ndërhyrjes ushtarake, si do bëhet dhe sa më pak kuptohet dhe sa më pak pasoja, duan që të ketë sa më pak pasoja në jetë njerëzore. Kështu që për momentin duket se është hapur, domethënë një dritare drejt kësaj rruge që mund të mos jetë, them, shumë e gjatë ky moment, pra do jetë i përkohshëm dhe amerikanët do kenë një vendimarrje, kam përshtypjen në të ardhmen, e afërt, po flas gjithmonë, sepse nuk mundet që të tolerohet në sytë e botës tash me mirat vrar. Ka pasur, nuk po them se është herë e parë që iranianët regjimi vret popullin e vet. Ka pas dhe më para, por në këto shifra nuk kam dëgjuar. Pra 2400 të vrarë në këto ditë. Blokim total i komunikimit, pra internetit, blackout total. Pra nuk ka komunikim. Vrasje në spitale, vrasje të rinjsh. Shumica e viktimave janë mbi 9-30 vjeç. Sot dëgjoja një familje, për shembull, djali 19 vjeç dhe prindrit të vrarë në protest. Janë protestues paqësor, mos harrojmë, nuk janë protestues të dhunshëm. Pra janë njerëz që dalin aty të kërkojnë të drejta sepse janë në një krizë. Imagjinoni të mungojnë çfarë do lloj gjëje në shtëpi. Të mungojë ushqimi, po pikërisht flitet prej kohësh dhe tani ka arritur në xhepin për rregullat që kanë atë policinë fetare, pra që policia e moralit që dalon njerëzit në rrugë edhe kur shikon një gjë që nuk i pëlqen, pra një fije floku që i del një femër apo diçka, jashtëmis fillojnë edhe marrin ato masat ekstreme, pra një situatë jashtëzakonisht e rëndë, do thoja, unë që prej vite zjatë. Kështu që unë mendoj që duhet reagim nga perëndimi, sidomos nga Shtetet e Bashkuara. Por, kuptohet që kjo varet nga informacionet që kanë tavolinë presidenti amerikan dhe çfarë i sugjerojnë qoftë shërbimet sekrete apo dhe ushtria amerikane. Pra, janë të gjitha bashkë komponentët të cilët bëjnë të mundur, pastaj ai me çka kam kuptuar në momentin e fundit e ka anulluar, ishte përgatitur, po të shikojmë zhvillimin e fundit, në bazat amerikane në lidhjet e mesme, pritej një reagim në Irani, kanë marrë masa duke larguar personelin, duke parashikuar që mund të kishte një kundërpërgjigje nga Irani, kanë larguar njerëzit e tyre dhe gjitha vendet perëndimore kanë bërë thirrje vazhdimisht qytetarëve të tyre që largonin nga Irani. Britania ka mbyll ambasadën britanike në Teheran. Pra, janë disa zhvillime që të çojnë të mendosh që do ketë ngjarje. Por, për momentin, orët e fundit, pra, presidenti Trump vendosi që mos t'i japi okejin dritë njëshile për një sulm. Çfarë do lloj sulmi, pra mund flitesh për mund ishte një sulm kibernetik, por mund ishte edhe një sulm i një natyre tjetër i ndërthurur, që mund ishte i fokusuar për shembull tek elementet e forcave të sigurisë. Pra, tek ato që e bëjnë të mundur mbajtje në këmbë të këtij regjimi edhe sot që ne po flasim. Por është në ditët më të këqija, mendoj, dhe uroj që t'i ketë sa më të shkurtra ditët ky regjim gjakatar. E qartë. General, flitet për shkelje drejtave të njerëzit, flitet për ligje ekstreme, për një polici morali që vepron
në çdo moment kur shikon që diçka nuk shkon, ndërkohë protestuesit akuzojnë qeverinë se jep përparësi financimit për aleatët rajonal të Hezbollah dhe Hamas për programet bërthamore të tyre, mungesë e energjisë elektrike, gjitha këto. Sa që ndrojnë të gjitha këto akuza dhe, në fakt, siç tha dhe avokati, pra që pritet një ndërhyrje nga Shtetet e Bashkuara, cili do të jetë ky roli kyç i Shteteve të Bashkuara në këtë situatë? Marrë në bazë në informacioneve që janë të reduktuara, do thoshim. Pra, nëse do të kishim mundësi për të patur informacionin real dhe të updateuar, situata kam bindje që do të ishte krejt tjetër dhe ne do të diskutojmë për krejt gjërat të tjera paka shumë. Por, në mbi bazë në atyre informacion të njëjta? Absolutisht, ato që ndrojnë, ato kanë qenë, janë dhe do t'jenë për sa kohë kjo lloj qeverisje do t'jetë në pushtet. Sepse me këtë frymë ka ardhur që në 79 dhe ka vazhduar të njëjtin model, duke e thelluar, si i themin më kujton një anije të madhe tashmë, që merruj nga gjitha drejtimet dhe ata vetë harrojnë se janë brenda në këtë anije dhe po mbyten realisht. Pra, edhe popullin, edhe vetë po mbyten. Por duke marrë në konsiderat reagimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe nëpërmjet presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës ditën e dieshme që bëri deklaratë dhe reagimet edhe të Kinës, edhe të Rusisë, që tashmë kanë qenë dhe Kina është partneri kryesor në të gjitha llojet e marrëveshjeve dhe të shkëmbimeve tregtare, sidomos 90%, mbi 90% të naftës Kina e merr nga Irani dhe ka marrë kushedisë sa rezerva duke e konsideruar të plot situata që do të vim në këtë pikë kritike. Dhe mendoj që në këto kushte të dy presidentët, ose si Ali Khamenei edhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i ka gjitha opsionet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nga ekspertët e tij dhe analistët i ka gjitha opsionet në tavolinë dhe vendosi me që Khamenei deklaroi që ka anulluar vrasjet e protestuesve të pafajshëm, por dhe ekzekutimet atyre që janë të burgosur, ai bëri një hap pas. Dhe unë kam bindjen që të dy palët po fitojnë kohë. Është e pashmangshme, mendoj unë, ndërhyrja nuk mund të jap definicionin e saktë se kush do të jetë, por gjithsesi do jetë ajrore, sepse ajo është dhe për të eliminuar dhe goditur, si mu themi, diapozitivin kryesor ushtarak e qeveritar. Ikën që duhet. Ushtarak e qeveritar për të minimizuar dëmet, por dhe për të treguar që ata tashmë duhet të largohen dhe të dorëzojnë pushtetin. A është e lehtë për të marrë një vendim të tillë? Nuk është e lehtë dhe nga kjo kohë që ka kërkuar të përfitojë Khamenei, i ka ardhur për shtat dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trumpit, sepse nuk është e lehtë të marrësh një vendim të tillë, sidomos ndaj fuqisë më të madhe ushtarake në lindjen e mesme. E para. Dhe e dyta, por të gjitha këto tregojnë që baza më e madhe ushtarake amerikane jashtë, që është ajo në Doha të Katarit, po të thush që pjesa më e madhe e personelit dhe e teknikës luftarake janë larguar. Dhe kjo tregon hapur edhe mënyra e thirrjes së Netanyahut për të qenë gjithmonë në gatishmëri, sepse nëse do të goditet, ai ka deklaruar që objektivi i parë i Iranit për të goditur do jenë Izraeli. Dhe detyrimisht që e vetmja mundësi, po të marrë në konsiderat nga një luftë, fillohet jo me arsenalin e fundit që ke, pra fillohet gradualisht. Dhe Irani ka vetëm raketat balistike që bëhet fjalë të jenë nga 2000 deri në 3000 copë, por nëse fuqia ajrore e Amerikës do godasin shtratet e lëshimit të këtyre raketave, pa të cilat ato nuk mund të përdoren, siç veproi në luftën edhe në ndërhyrjen që bëri vitin e kaluar për goditjen e pikave kyçe të ndërtimit të mundshëm të armatimit bërthamor, pra të vend pasurimit të uraniumit, nëse do të arrijë një goditje perfekte, precize, kaq të saktë, do të nxjerrë përfundimisht edhe atë armën që ka nga më kryesore që quhet raketat balistike për të reaguar, do ta nxjerrë jashtë funksionit dhe detyrimisht që do të pushojë ekzistuar si regjim. Gjithsesi, nuk është e lehtë. Pra, sikur të organizosh një film hollywoodian apo një lojë në kompjuter, kjo pjesa faktike është disi më kritike dhe nuk ecin gjërat siç i planifikon në kompjuter apo në hartë apo në tavolinë, kur të realizohen konkretisht ka 1001 arsye dhe pengesat të cilat mund të bëj që edhe të mos shkoj plani ashtu siç duhet, sepse këtu nuk ka më nga një plan A në një plan B.
Këtu është një plan A dhe ai vetëm, nëse nuk ekzekutohet, atëherë do të thotë që ke dështuar. Dhe këtë pasiguri duket që e ka dhe në vendimarrjen e tij që nuk bëhet fjalë që mund të ndërhysh në Iran me trupa. Sepse do të psoj fatin Shtetet Bashkuara të Amerikës për mua, do të psojnë fatin që kanë patur në luftën amerikano-vietnameze. Kështu që nuk bëhet daf. Edhe godita do të jetë disi nga deti dhe pjesa më madhe do të jetë ajrore, kur do që të merret, dhe unë them që është vetëm çështje e kohës sepse do të jetë ndërhyrje. E qartë. Mirë, ne do ta vjojmë bisedën vetëm pas pak, kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish në studio, drejt për drejt në MCN Informacion po flasim në këtë pjesë për situatën në Iran, protestat që po zhvillohen atje. Avokat, për ta përfshirë kështu edhe mbrojtjen që Kina dhe Rusia, po aleancën e tyre që kanë patur, sa kanë ndikuar në fakt gjatë kësaj kohe. Kujtojmë që Bashkimi Evropian në nëntor të vitit 2022 i kanë ndërprerë marrëdhëniet i kanë ngrirë marrëdhëniet me Teheranin. Nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës që flitet pra se do të sulmoj gardën revolucionare të Khameneit. Pra, Kina dhe Rusia, çfarë roli kanë patur? Shiko, Kina është një nga vendet që importon më së shumti naftën, produktet e naftës iraniane. Pra 89% të saj shkon për Kinën, siç ishte edhe në Venezuelë nga ana tjetër, pra importuesi kryesor. Kështu që patjetër që Kina luan një rol të rëndësishëm këtu dhe mos ta harrojmë që Irani ka qenë në sanksione nga Shtetet e Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, nga OKB-ja dhe e ka pas të vështirë transportin e produkteve ose nën produkteve të naftës, por nga ana tjetër ka pasur dhe ai një flotë të errët, po themi, ose një flotë që vepronte në hije, që shmang të sanksionet, siç e ka dhe Rusia për shembull, që përpiqet të përfitojnë se është industria më fitimprurse. E thash është vendi i tretë në botë me rezerva më të mëdha natyrore të naftës. Kështu që normalisht këtu e ka dhe pikën e dobët, siç e ka dhe pikë të fortë, këtu e ka dhe pikën e dobët. Pra nëse bllokohet aty, siç është bllokuar së fundmi, nga presioni thash maksimal, që ka çuar në kolapsin total financiar të sistemit ekonomik të vendit, patjetër që nëse mbështetja e Rusisë ka qenë shumë herë më e madhe para luftës në Ukrainë, besoj se tani nuk është më e njëjta. Siç e pam dhe në Venezuelë, siç e kemi parë dhe në Siri, pra i ka lëshuar Putini aleatët e tij. Sepse nuk ka më fuqin, nuk ka më takatin, ta themi, shqip që t'i mbaj të gjithë. Nuk i mban dot 2 kunguj nëpër sqetull apo 3, siç i mbante më parë që filloi të ishte aktor gjithandej në Afrikë, në linjën e mesme, pra e solli Rusin një aktore të rëndësishme të skenës globale, tashmë me luftën në Ukrainë ka ngecur aty dhe vazhdon. Pra do ta lëshoj dhe Iranin. E ka lëshuar. Ka patur disa deklarata kështu sa për të thënë. Shiko, janë deklarata diplomatike, patjetër edhe në rastin e Venezuelës dhe në rastin e Sirisë, mos harrojmë dhe Asadin e morin i dha azil, siç flitet edhe për Khamenein që mund të shkojnë në Moskë, nëse do bjeri, pra ai ka një mundësi për të kaluar aty, ose në një shtet tjetër, por nga ana tjetër unë mendoj këtë që sot është në një moment të vështirë Rusia, kështu që nuk ka mundësinë që ta mbështesë siç e ka mbështetur më para. Kina nga ana tjetër besoj se luan më tepër me interesat ekonomike dhe me marrëveshje që kanë të bëjnë me ekonominë më së shumti, është një fuqi që në këto momente kështu po shfaqet nëpër botë. Ushtrinë e ka aty, por akoma nuk është në një plan me Shtetet e Bashkuara, pra le ta themi, ose dhe Rusia ka një kapacitet tjetër ushtarak. Por ekonominë patjetër që pas Shtetet e Bashkuara është ekonomia e Kinës, kështu që ka një rol të rëndësishëm, por nuk besoj se është tashmë vendimtar. Siç ishte në Venezuelë importuesi kryesor, por Maduron ata e morën, megjithëse regjimi vazhdon të ekzistojë atje, janë enturazhi i tij, për shembull në Venezuelë që vazhdon dhe udhëheq. Mund të kemi një skenar të ngjashëm dhe këtu që mund të ketë një qeveri provizore ose njerëz të besnik të regjimit që mund ta mbajnë përkohësisht sistemin, por është çik një situatë tjetër këtu. Duhet të kemi parasysh Irani ka dhe një rol tjetër, siç e ka Venezuela në sa i takon furnizimit të tregut global me naftë. Irani ka një rol akoma dhe më të rëndësishëm, do thoja, sepse përveç se është prodhues në treshe, ka dhe ngushticën e Hormuzit, nga kalon 1/5 e produktit ose e naftës, do me thënë 1/5 e naftës që qarkullon në botë furnizimit, pra kalon nga ngushtica e Hormuzit, që është në kontrollin e Iranit. Pra ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në furnizimin e energji pra të botës. Ndoshta edhe më të rëndësishëm, jo ndoshta, po më të rëndësishëm se Venezuela.
Kështu që, duke pasur parasysh dhe këtë komponent, pra ndikon drejt për së drejti, çfarë do lloj ndërhyrje, çfarë do lloj përshkallëzimit situatës, do ndikojë drejt për së drejti në çmimet globale të naftës. Pra, kur merr një vendim, duhet i kesh parasysh gjitha këto dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë të kujdesshme në këtë moment. Dhe ajo që ju thatë që ka të bëjë me regjimin, pra që është prej dekadash një regjim gjakatar, pra që në 79 po flasim 4 dekada plus, është e vështirë dhe menaxhimi i situatës. Kur bien këto regjime, janë të vështira për të menaxhuar, ne kemi parë dhe në vende të tjera, për të menaxhuar se çfarë ndodh pastaj, atë kaosin. Te rënja se do ta diskutojmë dhe këtë çfarë ndodh nëse bie regjimi. Do kujdes. Sa mundësi ka për të përshkallëzuar, siç tha dhe generali, për shembull të përfshirë dhe Izraelin? Shiko, për momentin besoj se Izraeli nuk është prehur, pra është thënë që ne do jemi miqësor me popullin iranian, kemi qenë dhe do jemi, por jemi me regjimin në luftë. Për momentin nuk shoh shenja që Izraeli mund të ndërhyjë, sepse janë amerikanët që po e menaxhojnë situatën, me sa duket. Janë ata që patjetër dhe me Izraelin kanë ndikuar në arritjen e kësaj situate, por kryesisht është Amerika që e ka gjunjëzuar dhe e ka çuar në kolapsin financiar të regjimit. Dhe është ajo që po shikon tani se si do ta menaxhojë situatën më tej. Siç e thash, po flasim për një shtet që ka impakt në ekonominë globale. Që duhet kujdes dhe prandaj dhe presidenti Trump po tregohet shumë i matur në marrjen e vendimit final për goditje ose jo, sepse e tha që nëse do ketë përshkallëzim, do ketë dhunë ndaj protestuesve, ne do ndërhyjmë dhe do u qëndrojmë në krah. Nga ana tjetër, dhuna është maksimale, por regjimi i shtrequr ka bërë hapa mbrapa, thotë nuk do ekzekutojmë, nuk do varrim njerëz, ka pas planifikuar për të varur dhe një 26 vjeçar para pak ditësh, dhe thuhet që janë të rrequr nga këto ekzekutimet, kështu që kjo ndikon edhe tek qasja dhe te vendimi i Amerikës. Megjithatë, le ta shikojmë në ditët në vijim çfarë do sjellë. Është realisht në këtë moment i rrezikuar regjimi i regjimi unë mendoj se është po lëkundet dhe se kur do bjerë është çështje kohe, po është duke u lëkundur. Çështja është që mos të zëj shumë njerëz të pafajshëm ajo rënja brenda siç po zë tani. Pra po vriten njerëz të pafajshëm me mira. Pra duke i ekzekutuar me çka kanë parë informacionet që vijnë, duke i ekzekutuar dhe në spitale, pra shkojnë dhe vrasin plagosurit. Pra një dhunë e jashtëzakonshme, dhe video duke i identifikuar për shembull me imazhe, me foto. Aq shumë janë vrarë sa nuk ka kohë njëri që të vejë në morg dhe t'i kontrolloj, po identifikojnë me foto të afërmit, në një pamje që bash makabre, pra në një sallë që ju tregonin fotografitë. Pra një situatë që është kulmi i shkeljes së lirive dhe drejtave themelore, domethënë, nuk ka ku të vejmë më. Ndërkohë, general, nëse ndodh, tani është i rrezikuar regjimi, por nëse rrëzohet regjimi Khameneit, është më vështirë, tha avokatit, menaxhohet se kemi të bëjmë me shumë dekada me këtë regjim, çfarë ndodh? A do të ketë vërtet mundësi Irani të zgjedhë një qeveri demokratike? Apo shumë shpejt për të folur për? Besoj, jo, nuk është shumë shpejt, të gjitha duhen planifikuar, sepse nëse nuk i planifikon të gjenë pa përgatitur, hapi radhës, dhe atëherë do kalohet në një kaos që nuk do di ta drejtoj askush dhe të marrë situatën në dorë. Në këtë kusht jam i bindur që her pas here, se nuk është protesta e parë, kjo është e gjashta që bëhet në Iran, pakën fuqish, po kjo është. Kam bindur që tashmë ka arritur në atë fazën finale të dobësimit të pushtetit dhe të mëkateve që ai ka realizuar gjatë gjithë kohës, duke filluar që nga 79 në momentin kur ta kanë ardhur në pushtet dhe të keqen më të madhe ja kanë shkaktuar vetë Irani dhe popullsisë e qytetarëve iranian. Pastaj natyrisht ka ndikuar sepse Irani ka qenë, është dhe do të luajë një rol siç edhe u theksuar në të gjitha në rajon në veçanti, por edhe në glob, pasi sasia e madhe e rezervave të nas, prodhimi, transporti dhe pika kyçe ku bëhet edhe transporti në një farë ndërkombëtar, janë probleme kritike që ndikojnë në furnizimin ose në luhatjen e çmimeve në bursë, që është një dëm ekonomik kolosal. Në këtë kushte mendoj që edhe ata vetë, pavarësisht se janë frenuar për mënyrën e reagimit, duke folur që nga ndikimi si mund të themi, i kësaj forcës që frontit të rezistencës, frontit kombëtar të rezistencës iraniane që janë të shpërndarë në përbot, që kanë qenë opozit, por u përzuan dhe me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës arritën të sistemoshin në vende të ndryshme ku kemi dhe ne në Mans, kam bindjen që ai që është më i moderuari për momentin për të ruajtur disi situatën në Iran është presidenti aktual. Dhe detyrimisht presidenti ka qenë gjithmonë i moderuar
kemi parë gjatë gjithë kohës që ka qenë më i moderuar, sepse gjithë pushteti ka qenë tek njëshi të Ali Khamenei. Dhe ai ka qenë udhëheqësi shpirtëror dhe i dërguari i Perëndis në tokë për iranianët. Dhe në këto kushte, gjithçka sillet rreth atij. Nëse ai bie dhe që gjithë mundësit janë e kushtet e favorshme për të rënë përfundimisht, do të shkërmoqet gjithë enturazhi përfshi dhe atë gardën famkeqe revolucionare, pa fol për institucionet e tjera të shtetit. Cili do të jetë destabiliteti më i madh që do të krijojë, përveç të mirave që do të ketë regjimi, rënja e këtij regjimi? Unë besoj që destabilizimi më i madh do të jetë i përkohshëm, ndoshta i luhatjes së çmimeve të naftës në tregun ndërkombëtar, flas gjithmonë, dhe nuk besoj se do të ketë më shumë efekte të tjera. Gjithsesi, më rrezikohet Izraeli, edhe kjo është dhe arsye që ata janë nga dishmëri të plot, rrezikohet Izraeli që për hakmarrje, jo se do të marrë pjesë Izraeli. Izraeli nuk ka nevojë, sepse ka kapacitete nevojshme, edhe është i pari që ka ato kapacitete për të realizuar një goditje të mundshme ajrore, edhe të kombinuar ndoshta nga forcat detare, se tashmë janë dhënë urdhër për të vizur aeroplan mbajtëse dhe për të ardhur afër xhirit, edhe lindjes së mesme për të krijuar mundësinë e goditjes. Jam i bindur që Izraeli nuk do të marrë pjesë, siç edhe ja kanë deklaruar, por merr apo s'merr pjesë, Izraeli quhet pjesë e lojës dhe Izraeli do të rrezikohet. E vetmja ndihmë që mund të japë Izraeli do të përdoret nga amerikanët është zbulimi i fshehtë Mossad, që ai ka me mira të infiltruar edhe tek protestuesit do të japë, sepse edhe nëse e kanë dhënë për mungesë të internetit, të funksionimit të rrjeteve dhe të zbulimit të kokave që do të godaset, planifikoj për të goditur Shtetet Bashkuara të Amerikës, jam i bindur që i do i duhet informacioni i updateuar i çastit, sepse deda po azem ose Khamenei mund të jepet pika që është këtu tani pa ai për momentin duke ndjerë rrezikun ai do të lëviz. Imagjino që kur është vrarë ish koloneli i famshëm, ai komandanti i gardës revolucionare. Si e patemi, se më harro, nuk më kujtohet për momentin. U ekzekutu nga amerikanët. Qasem Soleimani. U ekzekutu, ai fliste një herë me telefonin dhe e hidhte. Sepse e dinte që është në ndjekje dhe vetëm Mossadi arriti të jap pikën e saktë amerikanit se ku është dhe asgjësoj. Pra, vetëm në këtë bashkëpunim mund të jetë amerikani i domosdoshëm për sa i përket të infiltruarve, sepse mund të jenë më mirë se ata e dinë se janë në linjën e mesme kanë qenë armiqt të përbetuar ndaj njëriteti Izraelit me Iranin, vetëm kjo mund të jetë. Por gjithsesi, kjo do të jetë efekti nëse bie në një lajthite të çastit, sepse ai që është duke ikur thonë të merr dhe me vete dhe mund të bëjë në lajthite të tillë, goditja më e madhe mundet tash dherë të jetë ndaj Izraelit. E qartë. Mirë, për të afruar pak edhe tek Shqipëria, avokat, se ne kemi atë opozitën iraniane në Mans. Çfarë impakti do të ketë Shqipëria nga gjithë kjo situatë? Pra, a do të ndikojë kjo situatë? Mendoj se ndikon shumë tek ne në aspektin e politikës tonë, sepse dihet që ky krau i armatosur ose ashtu quajtur mujahedinët iranian, të cilët janë larguar nga vendi pas revolucionit, ka një histori që është e rëndësishme për Iranin, pra ata janë themeluar me rënien e Mossadegh, pra kryeministrit që u rrëzua me i grushteti, janë themeluar, ishte student, pra dhe veprimet e tyre ndikuan pastaj kundra regjimit ose Shahut, që ishte në Iran ato vite, deri 79, pra veprimet e tyre, aksionet e tyre ishin vendimtare në rrëzimin e tij. Dhe kishin një aleancë me këta ajatollat, mullat. Por kur erdhi momenti pastaj marrjes pushtetit nga ajatollau, filluan problemet. Pra ata i shpalli armiq, filloi të ekzekutonte, të vriste. Pra një histori dhune, shtypje, derisa i larguan nga vendi. Për të ardhur pastaj, se është histori e gjatë, ndoshta nuk kemi aq minuta, për të ardhur pastaj te vendimi që u larguan nga Iraku, pra jetuan në Irak për shumë vite, luftuan luftën irako-iraniane në krah të Irakut kundra Iranit dhe humbën pak kredibilitet aty për së vërtetës, por nga ana tjetër, kur ishin në 97-ën në listën e Departamentit të Shtetit, pra në ato organizata terroriste, kur erdhi pushtimi pastaj i Irakut nga SBA-t, ata ishin në rrezik dhe sidomos kur u larguan amerikanët nga kampi Ashraf ku jetonin, ishin në një rrezik të madh sepse filluan irakianët të sulmonin, vranë shumë prej tyre dhe amerikanët pastaj
u munduan për arsye humanitare të sistemonin, duke qenë se i konsideruan tashmë të tejkaluar ato situatat e mëparshme. Pra i nxorën nga kjo lista e organizatave terroriste dhe i sollën, gjetën një, në vende tjera nuk i pranonin, me sa di unë, dhe gjetën një marrëveshje me Shqipërinë për të sistemuar këtu. Patjetër që ne morëm disa kosto me sistemimin e tyre, por ishte, si me thënë, një thirrje për ndihmë për arsye humanitare, po dhe për t'u gjendur aleatëve në një vend i vogël, dhe për t'u gjetur aleatëve në një moment kur ata kishin nevojë për ne. Dhe u mor ky vendim dhe kanë ardhur, kanë ngritur kampin, pavarësisht se na kanë krijuar ato problemet që ne i dim tashmë sulmet i kemi prej kosto e veprimeve të tyre, dhe e strehimit, po dhe veprimeve të tyre, pra kostot e sulmeve kibernetike po flas ndaj Shqipërisë. Tani kuptohet ata kanë problemet e tyre, i akuzojnë dhe për sektarizëm, pra janë si sekt, veprojnë në mënyra të caktuara, mënyra të, domethënë që ka artikulime ose ka dyshime, jo vetëm dyshime, po ka dhe njerëz që dëshmojnë që aty dhunohen drejtat e njerëzit, pra në mënyrën se si jetojnë në komunitet me njëri tjetrin e kështu me radhë. Në ana tjetër, sa do ndikojnë ata kur të largohen, unë mendoj se po bëjnë një ndikim të madh aktualisht në Shqipëri. A mund të regjimit iranian? Po patjetër që mund të jetë, por nuk besoj se ata kanë më impakt atë, shiko. Do të kemi parasysh dhe moshën e individëve që janë aty. Është një lider e tyre, është femër, pra bashkëshortja e liderit kryesor që tashmë ka vdekur dhe është ajo që e ka marrë stafetën. Por me çka kam parë ose me çka kam dëgjuar unë, domethënë është Shau Reza Pahlavi, pra i biri i Shaut Iranit, ai që flitet, po se sa mbështetje ka ai në popullat, kjo ngjelet për tu parë. Ka pas dhe thirrje gjatë protestave që kërkojnë rikthimin e tij, por se sa realiste është kjo, nuk e dim. Edhe është një nga ato dilemat pastaj që çon edhe në ato pasjen e kujdesit në marrjen e vendimeve të shpejta të nxituara. Sepse duhet kemi parasysh dhe thamë edhe në menaxhimin e situatës kur bien regjime të tilla shumë të dhunshme dhe mënyra se si kanë menaxhuar ata në këto vite me shumë rregull, me shumë frikë, me shumë terror, me njëherë çon në kaos. Pra, rënia e tyre çon në një kaos total dhe ka rreziqe të tjera. Por dhe pasoja të tjera. Kështu që nuk e di tani të them që sa do gëzojnë këta për kraje, sepse kanë mund të bashkohen me Shaun, mund të jenë në një krah. Pra, ata kanë qenë armiq, pra ndikuan në rrëzimin e Tiatit. Pra, nëse regjimi bie ata të mos rikthehen. Se është, shiko, opozitë quhen dhe ata, po është edhe Shau, por nuk kanë qenë në të njëjtën linjë. Pra, kur ra Jati Reza Pahlavi, pra këtij personazhi që ne themi që mund të rikthehet, ata kanë qenë vendimtar në goditjen e tij në pallatin e tij, në sulmet që janë bërë të armatosura. Pra kishin njësi paramilitare shumë të fuqishme dhe ndihmuan thash në rrezimin e Shaut dhe në fitoren e revolucionit. Pastaj revolucioni i shpalli armiq. Pra duhet kemi parasysh këto konfiguracione kur flasim. Mund të jenë aleat tani patjetër në këtë moment në rrezimin e regjimit të teokracisë në Iran. Por se si zhvillohen ngjarjet dhe sa forcë do kenë, ata kanë shkëputur kontaktet, i veprojnë më së shumti dhe kanë pasur financime të jashtëzakonshme kryesisht nga Arabia Saudite për së vërtetës dhe nga vende tjera dhe veprojnë kryesisht në perëndim edhe me mbështetjen e perëndimit të aleatëve. Ka konferencën më të madhe bëjnë në Paris, ku ftohen edhe personalitete nga Shtetet e Bashkuara, senatorë, kështu ish funksionarë të lartë. Por për ta parë pastaj në vazhdimsi sa do jenë në gjendje ata që të fitojnë besimin e popullit, kjo ngjelet për tu parë. Nuk jam në gjendje të ta them që janë ata e ardhmja e Iranit, po themi. E qartë. Ngjelet për tu parë. General, është e kërcënuar, le të themi, Shqipëria nga prezenca e iranianëve në kampin e Manzës? Pra janë ata shënjestër e regjimit, çfarë do të ndodhë nëse regjimi bie, do rikthehen? Duke marrë në konsiderat të kaluarën jo të larg të veprimit të luftës kibernetike që u ushtru për 14 muaj në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, deri nga ato që mbahen, si më themi, më të sigurtat të shtetit shqiptar, do mendoj që po që se do të kishte plane regjimi, ndaj këtyre 2-3.000 trup qytetarëve që janë të vendosur, do ta kishte realizuar. Por nuk ka përbërë asnjë lloj kërcënimi për ta, dhe ata nuk e kanë në listë fare, do thosha. Siç nuk kanë në përgjithësi frontin që kanë këta në përgjithësi të shpërndarë në për shumë shtete, dhe si që përmendë nga avokati që, si të themi kongresja, ajo konventa vjetore që organizohet me pjesëmarrjen edhe të kongresmenëve dhe të shumë, do thosha,
figurave prominente botërore, është në Paris, është ajo Rajam, duket se si e ka ajo që organizon e gruaja, por që nuk përbën në një rrezik. Dhe jam i bindur që këta, edhe nëse rrezohet regjimi, nuk janë të parët që do të vrapojnë për të vajtur, sepse nuk e din as vetë pozicionimin e tyre dhe mbi të gjitha si do t'i priten atje. Dhe në këto kushte do t'jenë shumë të kujdesshëm dhe do të bëhet i mundur kthimi vetëm duke parë zhvillimet e mëpastajme, që për mua them që nëpërmjet një qeverie si ky, plani ose faza e dytë e realizimit të planit të paqes mes Palestinës dhe Izraelit, ajo pak a shumë do t'jetë nëse ato të gjitha, si mu themi, rrymat që janë, bien dakord pas rrëzimit, po e qymë sikur ra për momentin, edhe pushteti, atëherë nëpërmjet dorës së presidentit, të ngrihet një qeveri, si mu themi, teknicienësh më shumë, të pranuar nga të gjithë, dhe atëherë do ta udhëheq vendin duke i shpëtuar atij kaosit madh që mund të ndodhë në raste të tilla, sepse sa më shumë të udhëheqësh me dorë të hekurt, aq më i ashpër do të jetë reagimi dhe është tepër e vështirë për të kontrolluar këtë lloj situatash e për të shpëtuar nga kolapsi që mund të ndodhë. Atëherë, pas organizimit të kësaj, jam i bindur që duke vlerësuar situatat dhe duke i parë ato në zhvillim më sipër, do të mund të dinë edhe këta të vendosin a janë të mirë pritur, a mund të kthehen, a kanë mbështetje, me kë do bashkëpunojnë dhe kush do të jetë roli i tyre. Kjo është për të parë në të ardhmen. Por mbi të gjitha jam i bindur që kushdo që të vijë, pastaj rruga e tyre do të jetë e hapur për të krijuar mundësinë për të rikthyer në vendin e tyre, pa çka secili do të jetë roli dhe funksioni e pozicionit që ata do të zënë. E qartë. Do t'i prenga faleminderit që ishe në studio me mua, avokat, faleminderit. Faleminderit juve, ishte kënaqësi, shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.